Të nderuar shikues, ju përshëndes, do t'jemi së bashku në minutat e ditarit informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni. Historia, tradita, resurset natyrore të Gjirokastrës, Përmetit dhe Luginës së Vjosës do të jenë pjesë e një dokumentari që po e përgatit televizioni publik gjerman. Ekipi ndodhet aktualisht në qytetin e Gurt për të realizuar këtë material në 90 minutësh që do të transmetohet në Gjermani. Gjirokastra është përfshirë në një projekt kulturor ndërkufitar që bashkon Shqipërinë, Italinë dhe Malinezinë nëpërmjet artit dhe teatrit. Në kuadër të programit Interregipa është zhvilluar një aktivitet i posaçëm ku prezantuan mundësitë e bashkëpunimit mes institucioneve kulturore, përfshirë teatrin Zihni Sako në Gjirokastër dhe teatrot në rajonin italian të Puljas. Arqile Telo njihet si njeriu që mban pastër dhe lulëzon qytetin e trëndafilave Përmetin. Agronomi, edhe pse në pension, vazhdon të japë eksperiencën e tij në projektimin e gjelbërimit të këtij qyteti, ndërkohë që ka edhe një apel për qytetarët e tij për ta mbajtur gjithmonë të pastër dhe të lulëzuar. Arom Hungarie titullohet ekspozita e çelur sot në Gjirokastër nga fotografi Roland Tasho. Në foto të shkrepura prezantohet arkitektura, trashëgimia kulturore e Hungarisë, por edhe kostumet popullore shqiptare të veshur nga diplomatët e huaj. Ju njohim tani më gjerësisht historia, tradita, resurset natyrore të Gjirokastrës, Përmetit dhe Luginës së Vjosës do të jenë pjesë e një dokumentari që po e përgatit televizioni publik gjerman. Ekipi ndodhet aktualisht në qytetin e Gurt për të realizuar këtë material në 90 minutësh që do të transmetohet në Gjermani. Turizmi në Gjirokastër po fiton gjithnjë e më shumë vëmendje edhe në arenën ndërkombëtare. Së fundmi, qyteti Gurt me historinë, arkitekturën dhe traditat e tij unike është bërë pjesë e një dokumentari që po përgatitet nga televizioni publik gjerman. Ekipi gjerman ndodhet në Shqipëri për të sjellë për publikun e tyre një udhëtim të veçantë në jug të vendit, me fokus Gjirokastrën, Përmetin dhe Luginën e Vjosës. Ne ndodhemi në Gjirokastër për të realizuar një reportazh udhëtimesh për televizionin publik gjerman. Është program mjaft i njohur në Gjermani, me një jetëgjatësi prej 20 vitesh. Për Gjirokastrën turistike dhe vlerat e saj, po përgatisim një dokumentar prej 90 minutash që do të transmetohet në kanalin ton. Flet për hartën e udhëtimeve në Shqipëri dhe interesant është promovimi i Gjirokastrës, ndërsa prezantojmë mundësitë e udhëtimit për turistët këtu, aventurat që mund të përjetojnë. Gjithashtu, pjesë e këtij dokumentari është Përmeti, si dhe Lugina e Vjosës. Gjirokastra tashmë është kthyer në një destinacion të turizmit ndërkombëtar, ndërsa që prej fillimit të këtij viti e deri tani ka mirëpritur mbi 70.000 turistë. Kalaja e Gjirokastrës vazhdon të mbetet një nga destinacionet më tërheqëse për turistët vendas dhe të huaj për periudhën janar-maj 2025. Kalaja e Gjirokastrës priti më shumë se 64.000 vizitor, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Numri i vizitorëve është rritur me 10%, duke dëshmuar edhe një herë interesin e lartë për këtë trashëgimi unike kulturore dhe historike. Kalaja e Gjirokastrës ishte siti më i vizituar edhe gjatë 2024-s, sipas shifrave të publikuara nga Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit gjatë vitit 2024. Kjo kala u vizitua nga 263.048 persona. Të mrekulluar nga çfarë ofron Gjirokastra, turistët vinë nga vende të ndryshme të botës për të prekur nga afër bukuritë, historinë, traditat e qytetit muze. Në çdo stin të vitit, kalaja tërheq mijëra vizitor, duke kthyer atë në objektin më të vizituar të Gjirokastrës, por edhe në rang vendi. Kalaja e Gjirokastrës, një nga monumentet më të rralla të këtij lloji, ka pasur ndryshime dhe zgjerime pas pushtimit osman. Në fund të shekullit të 14 u bën përmirësime të gjera nga Sultan Bayaziti II rreth vitit 1490. Nga viti 1811, Ali Pash Tepelena shtoi shumë element duke përfshirë kullën e Sahatit në anën lindore. Ai përfundoi fortifikimin e zonës së Greminës dhe ndërtoi ujësjellsin e Sopotit, që sillte ujë në kala rreth 12 kilometra larg.
Gjirokastra është përfshirë në një projekt kulturor ndërkufitar që bashkon Shqipërinë, Italinë dhe Malinezi nëpërmjet artit dhe teatrit. Në kuadër të programit Interreg IPA është zhvilluar një aktivitet i posaçëm ku prezantuan mundësitë e bashkëpunimit mes institucioneve kulturore, përfshi Teatri Zihni Sako në Gjirokastër dhe teatrot në rajonin italian të Puljas. Në Gjirokastër është zhvilluar një aktivitet me fokus artin dhe zhvillimin e tij në vende si Italia, Shqipëria dhe Malezi. Në kuadër të projekteve ndërkufitare Interreg IPA, bashkëpunimi mes shtetit shqiptar dhe atij italian synon të forcojë lidhjet kulturore përmes projekteve artistike. Pjesë e këtij bashkëpunimi do të jenë marrëveshjet mes Teatrit Zihni Sako në Gjirokastër dhe teatrove të rajonit të Puljas, por edhe më gjerë. Është aktiviteti i dytë dhe i fundit që Bashkia e Gjirokastër bën në kuadër të këtij projekti. Synimi i tij është që shkresërisht të lidhen disa akorde, disa marrëveshje ndërmjet Teatrit Zihni Sako të Gjirokastrës dhe teatrove të rajonit të Puljas, por dhe jo vetëm. Sot do të nisim sipas agjendës në paradite, por do të vijojmë me pjesën e dytë dhe në mbrëmje, në orën 7, ku do të jetë edhe bashkëpunimi konkret i Teatrit të Gjirokastrës Zihni Sako me Teatrin Senza Confine të rajonit të Puljas, ku do të jetë një shfaqje italo-shqiptare, ku aktorë italian do të flasin shqip dhe aktorë shqiptar do të flasin italisht. Për regjisorin dhe aktorin italian David Marcial, ky bashkëpunim është një mundësi e veçantë për të sjellë në skenë një shfaqje me ndjeshmëri të thellë. Ai shprehet entuziast për projektin dhe emocionin që sjell kjo eksperiencë artistike. Siamo innamorati della cultura. Kemi ardhur në Gjirokastër sepse jemi dashuruar me artin dhe kulturën e qytetit të Gjirokastrës, por dhe me vetë qytetin. Projekti Herald, në fakt dhe shfaqja e këtij projekti, Ndero Baban, Onora il Padre, flet pikërisht për kangjëllat të cilat duhen zbërthyer, duhen shkatruar, që shpirti i një femre të jetë në fakt i tillë të jetë i lirë. Ky projekt ndërkufitar jo vetëm që forcon lidhjet kulturore mes vendeve pjesëmarrëse, por ofron edhe mundësi të reja për artistët dhe institucionet teatrale, një hap i rëndësishëm drejt bashkëpunimit rajonal përmes gjuhës së artit. Në ditën ndërkombëtare të mjedisit, thirrjet për kujdes ndaj natyrës vijnë jo vetëm nga organizatat mjedisore, por edhe nga qytetarët. Ata theksojnë rëndësinë që çdo individ duhet të kontribojë duke hedhur mbeturinat në vendet e përcaktuara dhe duke ruajtur pastërtinë publike. Mjedisi na përket të gjithëve, ndaj të gjithë duhet të kontribojmë në mbajtjen e tij të pastër, duke hedhur mbeturinat në vendet e përcaktuara dhe duke shtuar gjelbërimin përreth nesh. Ky është edhe apeli i qytetarëve gjirokastrit në ditën ndërkombëtare të mjedisit. Në këtë ditë simbolike, ata theksojnë rëndësinë e veprimeve të përditshme për mbrojtjen e natyrës dhe kujdesit ndaj hapësirave të përbashkëta, si një përgjegjësi qytetare që ndikon drejt për drejt në cilësinë e jetës sonë. Gjirokastra e ka patur traditë pastërtinë si në përshpira edhe jashtë shtëpive. Rrugët sidomos dilnin gratë, i lyheni me gëlqere, i pastronin barat. Tani nuk mund të them se është akoma ajo traditë, ruhet në lagjet autoktone, në saktë dhe poshtë. Kuptohet që nuk ruhet ajo traditë, sepse edhe rrugët nuk janë kaq të pastërta. Ajo fillon nga familja, nga nëna e shtëpisë. Nëse ajo mban rregull pastërti dhe fëmia do manifestojë atë të nënës. Më vjen keq që shikoj këtë brez që ngrihet i hedhin skupirat në shesh. Nuk kanë rregull, nuk kanë pastërti, nuk kanë ndërgjegje, nuk kanë kulturë, nuk kanë edukat. Vjen që nga prindi, shkolla, familja, shoqëria. Shtëpitë Gjirokastrit e lirë qytetar me gërqerit kubi dhe beari. Gjirokastra ka pasur traditë lulet që po të vesh shtëpi tipe të vjetrën, ti ke mund e kokës, na lule, na trandapilet. E kemi pasur kështu, si trashëgimi, trandapilet në lulet. Kultura qytetare luan një rol kyç në përballjen me sfidat mjedisore. Ndërgjegjësimi duhet fillojë që në mosha të vogla dhe të përçohet në çdo brez. Vetëm në këtë mënyrë mund të ndërtojmë një shoqëri të përgjegjshme dhe qytetar të denjë që e vlerësojnë dhe e mbrojnë natyrën.
Arqile Telo njihet si njeriu që lulëzon dhe mban pastër qytetin e trëndafilave për metin. Agronomi, edhe pse në pension, vijon të japi eksperiencën e tij për sa i përket projektimit të gjelbërimit të këtij qyteti, ndërkohë që ka edhe një apel për të gjithë qytetarët e tij për ta mbajtur pastër dhe gjithmonë të lulëzuar. Arqile Telo, me origjinë nga qyteti i Përmetit dhe me profesionin agronom, ka mbi 32 vite eksperiencë pune në sektorin e pastrimit dhe gjelbërimit. Pjesën më të madhe të karrierës së tij e ka kaluar si përgjegjës i këtij sektori, duke qenë një figurë kyçe për mirëmbajtjen dhe zbukurimin e mjedisit në qytet. Rrugtimi im është tepër i gjatë. Kam filluar qysh të vitet 92-93 themi saktësisht në ndërmarrjen komunale i quaj atëherë, me sektorin e pastrim gjelbërimit. Edhe sot vazhdon ajo traditë, duhet punosh për të ruajtur traditën që ishte krijuar nga brezat që ne gjetëm, duke punuar në këtë sektor, pasi dhe profesionin që kam patur agronom, me shumë dëshirë, se s'ka dëshirë më madhe për një agronom punoj mes luleve të ndafilave, mes pastrimit, mes traditës të bukur që kishte Përmeti në vite. Asnjëherë nuk është zbehur për kujdesja nga të gjithë punonësit, nga të gjithë qytetarët, për të mos e ulur traditën e gjelbërimit për të ndafila dhe lulet, të cilat vit pas viti janë shtuar, kanë qenë në traditë dhe vazhdojnë dhe së tek kësaj dite me një punë më të lehtësuar për shkak të infrastrukturës të rregullt, ku në ato vite ne nuk e kishim këtë, mundësitë janë shumë më të mëdha dhe tradita vazhdon. Prej 7 muajsh, Telo ka dalë në pension, por lidhja e tij me mjedisin dhe komunitetin nuk është shkëputur. Ai vazhdon të jetë aktiv dhe i angazhuar, duke ndarë përvojat e tij edhe duke dhënë këshilla për ruajtjen e hapësirave të gjelbra. Unë në pension kam dalur, por edhe kur jam jashtë atë dheut, edhe kur vi, dalë në mëngjes, kënaqem, shikoj punën, e cila vazhdon në po atë traditë për të mos thënë edhe më mirë, me një përkujdesje të veçantë nga brezat që kanë ardhur. Është tepër e vështirë dalja në pension, jo për mua, por për çdo që shkëputet nga ai aktivitet që ka patur pasion dhe dëshirë. Sidoqoftë, ndjej kënaqësi kur shikoj vetëm që vazhdon tradita, por për të thënë tepër i kënaqur se ne shohim me syrin e punës që kemi punuar. Natyrisht kënaqemi kur ecën dhe më mirë. Ndërkohë po ju shikoj edhe syt me lot. Kushdo, jo vetëm unë tek ky sektor, por edhe të tjerë që punojnë për sektor ndryshëm, tek puna që kanë punuar, patjetër që preken dhe mangjen dhe kanë qejf që të jenë afër asaj pune që kanë punuar. Më vjen mirë që kolegët nuk na harrojnë, kanë dashamirësi si kolegët, si titullarët, shprehin ato falënderimet për konsiderat për kohën e kaluar. Njëkohësisht marrin edhe mendime nga ju. Sigurisht që po, patjetër. Atje ku ka problematika të profesionit që ka dhe ato sekretet e tyre, patjetër që po. Asnjëherë nuk është zbehur trëndafili autokton, siç janë, për shembull trëndafili nuseve, trëndafili bardhë, trëndafili kuq, por gjithsesi edhe me ndryshimin klimaterik janë përzgjedhur kultivarë të tillë që të kenë çelje gjithvjetore. Vitin 1997 e kujton si periudhën më të vështirë, ku për shkak të trazirave, mirëmbajtja e qytetit dhe sigurimi kushteve minimale për jetesën u bë një sfidë e madhe. Pjesa më e vështirë ka qenë vitin 97, sepse si kudo në gjithë Shqipërinë edhe këtu pati shumë problematika, në vështirësua puna, sepse atëre mund të them me krenari që ndërkohë që neve me pastrimin fshinim edhe mbushnim gëzhoja, trëndafili asnjëherë nuk u zbeh. As luli, as trëndafili nëpërmjet nuk i trëmbi në 97, domethënë, sepse ishte përkushtimi, puna e të tërëve neve, sidomos e komunitetit që gjithmonë është i kujdesshëm në këtë aspekt. Patra fatin të punoj në vitet 97-2002 me të madhe në gjelbërimit që mbahet dhe sot e kësaj dite ndër më të mirët, shpesh Ivanidi. Edhe tani, çdo ditë Arqile Telo bën xhiron e tij nëpër qytet, duke shijuar ngjyrat dhe aromat e luleve që rriten në harmoni me natyrën e bukur të Përmetit. Për të, puna në gjelbërim nuk ka qenë thjesht detyrë, por një pasion që e ka shoqëruar gjithë jetën.
Arom Hungarie titullohet ekspozita e qelur sot në Gjirokastër nga fotografi Roland Tasho. Në foto të shkrepura prezantohet arkitektura, trashëgimia kulturore e Hungarisë, por edhe kostumet popullore shqiptare të veshura nga diplomat të huaj. Hungaria në sytë e fotografit Roland Tasho erdhi në një ekspozitë të qelur sot në ambientet e qendrës kulturore Fato Berberi në Gjirokastër. Ishin 40 foto, të cilat Tasho i ka shkrepur në 3 vitet e fundit, të ndara në 3 tema. Një është Budapesti, si një nga kryeqytetet më të bukur, me pamje nga Budapesti, pjesa arkeologjike, turistike. Tjetra është shqiptarët, disa foto të shqiptarëve që punojnë dhe që kanë arritur një parë suksesin në Hungari, dhe pjesa tjetër është diplomat hungares që janë veshur me kostume shqiptare. Arom Hungarie u organizua në bashkëpunim të Bashkisë Gjirokastër dhe Ambasadës hungareze në Tiranë. Nuk ka më mirë në fakt se sa arti edhe kultura për të na bërë bashkë. Kemi gjetur edhe një arsye tjetër për të mbledhur edhe për të shijuar fotografit e mikut tonë. Unë besoj shumë që shumë shpejt edhe pakës shihet të Gjirokastrës ta çojnë aty në Hungari. But I'm really glad that here we are today in a really sunny. Shumë e lumtur që jam sot në këtë ditë të bukur, në një destinacion si Gjirokastra. Unë besoj se fotot e Rolandit riprezentojnë edhe një herë miqësinë mes dy vendeve dhe bashkëpunimin në fusha të ndryshme. Faleminderit Bashkisë Gjirokastër që na mirëpriti. Some nights here in this fantastic city. Tasho nisi rrugtimin e tij fotografik me Hungarinë në vitin 1994 dhe vazhdimisht ka vizituar dhe fotografuar kryeqytetin hungarez Budapestin, po në këtë vit artisti ka çelur edhe ekspozitën e parë në qytetin e Gurt. Miftyu i Gjirokastrës Aurel Senja ka uruar besimtarët për festën e Kurban Bajramit, duke ju bërë thirrje për më shumë mirësi mes tyre. Në urimin e tij tradicional në prag të festës së Bajramit të vogël, Senja tha se kjo festë është përkujtimi i sakrificës së profetit Ibrahim, i cili ishte edhe i gatshëm të flijonte më të dashurinë e tij për hir të Zotit të Madhërisëm, i cili na mësoi se besimi i vërtet nuk njeh kufi e as frikë nga sprovat, por gjen kuptimin e lartë pikërisht në dorëzimin ndaj vullnetit hynor të Zotit. Ndjeki mesazhin e tij. Sot jemi në ditën e Arafatit, një nga ditët më të rëndësishme të kalendarit hynor për mbar muslimanët në gjithë botën. Në këtë ditë, besimtarët musliman që janë mbledhur nga çdo cep i rrugës toksor janë mbledhur në vendet e shenjta për të kryer ritualin e haxhit. Dhe sot është pikërisht dita më kulminante e këtij adhurimi, ku besimtarët të barabartë i çojnë duart lart dhe luten për shëndet, për mbarësi, për paqe dhe për çdo lloj nevoje që kanë në jetën e tyre. Por edhe besimtarët që nuk janë në vendet e shenjta në këtë ditë e kalojnë me agjërim, me vepra të mira, me lutje, me përkujtim të Zotit të gjithësisë dhe gjithashtu përgatiten për ditën e madhe të Kurban Bajramit, që është dita e nesërme. Si përgatitje për ditën e Kurban Bajramit, besimtarët çohen që herët në mëngjes, duke u larë, duke u pastruar, duke veshur rrobat më të bukura, duke dalë familjarisht në shesh apo në vendet ku falet namazi i Kurban Bajramit, pasi falen së bashku, ndajnë urimet me njëri tjetrin, shkojnë dhe presin kurbanin e tyre. Pra dita e Kurban Bajramit ka një ritual, një adhurim shumë të rëndësishëm, që është rituali i prerjes së kurbanit. Kurbani është një kafsh, një bagti kryesisht e imët, e cila ofrohet si sakrificë për Zotin e madhëruar dhe simbolizon falënderim ndaj Zotit, por gjithashtu nënshtrim dhe bindje ndaj urdhit të tij. Veç kësaj, veç dimensionit adhurimor, kurbani ka edhe dimensionin e tij social, ku mishi i kafshës ndahet me njerëzit e afërm, me fqinjët, me nevojtarët dhe me çdo njeri tjetër që ne duam të çojmë tek ta kartolinën e urimit të Bajramit, të ndajmë gëzimin me njerëzit që na rrethojnë. Kjo ditë simbolizon sakrificën dhe bindjen e profetit Ibrahim,
paja qoftë mbi të, i cili ishte i gatshëm të sakrifikonte çdo gjë për hir të Zotit. Edhe kështu në këtë ditë ne kujtojmë këto punë, këto akte kaq të larta dhe besimtari rikujtohet edhe një herë që duhet të jetë një njeri sa më i bindur ndaj Zotit, të respektoj ligjet dhe rregullat që e ka vendosur në jetën e kësaj bote, por gjithashtu të shfrytëzoj këto ditë, këto momente për të qenë më afër me njerëzit, për të shuar urrëtiet, keqkuptimet, armiqësitë që mund të ketë me çdo kënd dhe të shfrytëzoj këto ditë dhe ditën e festës për të pajtuar, për të afruar, për të shkëmbyer vizita me njerëzit e afërm dhe për të kaluar një kohë sa më të mirë me familjen dhe me njerëzit tanë të dashur. Gjej rastin që në këtë ditë madhe të Arafatit, në këtë ditë falje, në këtë ditë lutje, në këtë ditë mëshire dhe gjithashtu në prag të Kurban Bayramit të uroj gjithë besimtarët e qytetit Gjirokastrës, por edhe më gjerë, gëzuar këtë fest, gëzuar këtë ditë, qoftë kjo ditë paqe, gëzimi, lumturie për të gjithë ne, lutim Zotin që të na bekoj me mirësitë e Tij, na jap lumturi, gëzim në familjet tona. Bashkia Sarandë në bashkëpunim me zyrën vendore arsimore, drejtoritë e shkollave nëntëvjeçare të Bashkisë Sarandë organizuan konkursin Artisti i Vogël. Pjesë e këtij konkursi u bën 100 fëmijë të cilët nxitur nga pasioni promovuan prirje dhe talentin në fushën e artit pamor. Sërish, piktorët e vegjël të Sarandës u përfshinë në një garë në fushën e pasionit të tyre për vizatimin, duke u përfshirë në konkursin Artisti i Vogël. Ishte një organizim i Drejtorisë së Arsimit në Bashkinë e Sarandës, Qendrës Kulturore të Fëmijëve dhe Galerisë Art Saranda. Produkti i përfshirjes së gjerë në këtë konkurs nga 6 shkollat nëntëvjeçare në territorin e kësaj bashkie ishin 100 punë në vizatim të realizuara me frymëzim dhe dashuri nga 100 nxënës. Për talentin tuaj edhe për mënyrën e veçantë se i ndjenjat tuaja dhe mendimet tuaja, ju i hidhni në letër edhe aty jashtë në bulevard, ne mund të shikojmë një mrekulli të vogël të bërë nga dora tuaj. Ju përgëzoj për talentin. Secili prej nxënësve u ndje i vlerësuar duke marrë certifikat për pjesëmarrje, ndërkohë që për punët më të vlerësuara nga juria u dhanë çmime dhe dhurata. Ndjem shumë i emocionuar për këtë çmim që kam marrë dhe që kam dalë vend i parë në konkursin Artisti i Vogël dhe çmimi që kam marrë janë disa korniza, disa bojra vaj për të pikturuar dhe unë të kjo piktura ime kisha vizatuar disa ende të Muzeu Arkeologjik dhe Kapetani. Kur mora vesh për zhvillimin e pjesëmarrjes konkursit të pikturës, mendova të merrja pjesë dhe vizatova diçka ku ne jemi, detin, që është karakteristik e Sarandës. Galeria Art Saranda udhëhoqi profesionalisht procesin krijues të 100 shkollarëve të shtrirë në kohë, thot drejtori Lefter Çeko. 6 shkollat me rreth 100 nxënës të talentuar, qelëm këtë ekspozit në kuadër të turizmit të Sarandës. Me vlerat e tyre, me pasionin e tyre, me ngjyrat e tyre, me motivet e bukura, e nisëm veprimtarinë disa ditë më përpara, që të kishte kohës gjatje. Ne si institucion, Qendrës Kulturore të Fëmijëve, kujdesëm që ky aktivitet të ditë sa më mirë, si ishte një pjesëmarrje shumë e madhe e fëmijëve. Çdo vit talentet rriten, specifikuan disa piktura të veçanta dhe shpërndam disa dhurata simbolike, mjet e pune për të vizatuar, si për shembull telajo, penela. Qyteti 3 dimensional, i detit, diellit dhe dashurisë, pasuria historike, arkeologjike dhe kulturore, dëshirat dhe dukuritë sociale të moshës dhe shoqërisë shkollore ishin ato që tërhoqën interesin e artistëve të vegjël sarandiot dhe u bën tema të vizatimeve të tyre të frymëzuara. Në përfundim të trajnimeve sensibilizuese në të gjitha njësitë administrative të qytetit, si dhe në vijim të bashkëpunimit me drejtoritë respektive në Bashkinë Gjirokastër për përballimin me sukses të sezonit të nxehtë të verës. Me kërkesë të drejtorit të MZSH-s në ambientet e shërbimit zjarfikës, u zhvillua një takim me të gjithë blegtorët e Bashkisë Gjirokastër, drejtorin e PYE Kullota dhe shefin e policisë së rendit Gjirokastër, ku në fokus të takimit ishte bashkëpunimi dhe koordinimi, detyrat, sensibilizimi, përgjegjësitë dhe
parcelat e kontaktuara nga Marsit, gjithashtu njohja me penalitetet ligjore. Kalojmë tani në një tjetër informacion. Është ndarë nga jeta Nevro Angoni, një ndër gratë më të shuara të qytetit ton, e para mësuese e fizkulturës në Gjirokastër që solli risi të guximshme në sportin e vajzave, duke u bërë trajnere e ekipit të parë të voleybollit dhe pionere e emancipimit përmes sportit. Në vitin 2016 Bashkia e Gjirokastrës e nderoi këtë figurë me titull Nderi i qytetit. Ju ftojmë të ndjekim një moment të dorëzimit të titullit. Zonja Nevro Angoni, qytetare nderi dhe motivacionin për kontribut të shquar në edukimin e brezit të ri, në emancipimin shoqëror të vajzave gjirokastrite dhe zhvillimin e arsimit. Nderojnë në raportar Këshillit Bashkiak të qytetit Gjirokastrës, që mbënderuam dhe respektuam me titullin qytetare nderit të qytetit tim më të dashur. Edhe RTS Gjirokastra i shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes Angoni për humbjen e njeriu të tyre të dashur. Kalojmë tani në një tjetër informacion. Supermarket Stop and Shop feston 4 vjetorin duke ripërtërir angazhimin për të ofruar maksimumin në shërbim, cilësi dhe shumëllojshmëri në produkte. Vite plot sukses e konsiderojnë jo vetëm administratorët, por edhe klientët të cilët e vlerësojnë për çmimet e mira. 4 vjetori Supermarket Stop and Shop është festuar me një aktivitet. Administratorët e këtij subjekti kanë falenderuar të gjithë konsumatorët që kanë besuar tek cilësia dhe çmimet konkurruese që ky supermarket ka ofruar në gjithë këto vite. Në këtë sezon turistik, Stop and Shop ka menduar që jo vetëm të kënaqë klientët e tij besnik, por të jetë edhe pranë turistave të shumë që zgjedhin të vizitojnë qytetin tonë. Stop and Shop është marketi i gjithëve. Stop and Shop sot bën 4 vjet nga dita e hapjes. Falenderojmë gjithë klientët tanë besnik. Stop and Shop ofron një gamë të madhe produktesh, ku i kalon 30.000 artikujsh. Veçoria e këtij marketi janë cilësia e produktit, pastërtia dhe një stafi të përkushtuar. Ju falenderojmë dhe ju ftojmë të vizitoni marketin ton. Supermarket Stop and Shop gjatë këtyre viteve ka qenë pranë klientëve edhe me shorte të ndryshme, duke shpërndar dhurata, një vlerësim ky për gjithë klientët e tij të besuar. Të nderuar shikues, ishit në minutat e ditarit informativ. Ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashk, miru takofshi.